Jeta lëviz shumë shpejt. Por apo ju çon aty ku ju doni që të shkoni? Ju mund të kaloni vite duke kërkuar diçka që nuk e keni dhe të përfundoni aty ku nuk do doni të ishit. Duke eksploruar atë që bota na ofron, shpeshherë gjejmë asgjë. Megjithatë, udhëtimi juaj përmes kryqëzimeve dhe kthesave të kësaj bote nuk ka pse t'ju çojë në një shteg zhgënjimi dhe dëshpërimi. Më lejoni t'ju tregoj se si të ndërmerrni udhëtimin e jetës. Është një aventurë me Perëndin si udhëheqësin tuaj, aty ku do të zbuloni paqen, qëllimin dhe fuqinë që keni kërkuar. Është një udhëtim me bekime të papërfytyrueshme. Por ja se cila është pjesa më e mahnitshme. Me Perëndin, ju tashmë keni çdo gjë që ju nevojitet për udhëtimin e jetës. Jo gjysmën e atyre që ju duhen, ose shumë nga ato që ju duhen. Perëndia ju ka dhënë çdo gjë që ju nevojitet. Perëndia nuk ka patur kur qëllim që ju të pengoheni në rrugën tuaj gjatë ecjes së përditshme dhe padyshim, jo që të udhtoni të papërgatitur drejt së ardhmes. Prandaj ku doni të shkoni? Është koha të shpaketoni gjithçka që Perëndia ju ka dhënë. Zbuloni se si jeni pajisur për këtë udhtim dhe se si të jetoni me siguri, sepse ju, miqtë e mi, keni çdo gjë që ju nevojitet. Nuk ka asgjë që t'jep më shumë kënaqësi se sa planifikimi dhe përgatitja për një aventurë të madhe, dhe kur më në fund arrin në destinacion për të shijuar bukurinë dhe të mirat aty. Ndonjëherë udhëtimi është i mbushur me sfida, por mbërritja në destinacion bën që t'ja vlej gjithçka. E njëjta gjë është e vërtetë edhe në udhëtimin tonë shpirtëror. Për të zotruar një këndvështrim të gjerë për çdo gjë që Perëndia ka për ne, duhet jemi të gatshëm që të durojmë terrenin e jetës dhe sfidat e saj. Por me praninë e Perëndis në këtë aventurë, ne jemi jashtëzakonisht të bekuar. Sot le të zbulojmë bekimet këtu në moment vendimtar. Prandaj, le të udhtojmë së bashku përgjatë Shteteve të Bashkuara dhe bashkohuni me mua në qytetin e New Yorkut, mbi Central Park, në Apple Room, në Jazz, në Lincoln Center, për serinë time, çdo gjë që ju nevojitet. Perëndia ju ka dhënë çdo gjë që ju nevojitet në mënyrë që t'ju bekojë në çdo mënyrë të mundshme. Sepse nëse këto gjëra gjenden në ju me shumicë, nuk do t'ju lejojnë të bëheni përtac dhe as të pafryt në njohjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Sepse ai që nuk i ka këto gjëra është i verbër dhe dritshkurtër, sepse harroi pastrimin nga mëkatet e tij të vjetra. Prandaj vëllezër, përpiquni gjithnjë më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë. Sepse kështu begatisht do t'ju hapet hyrja në mbretërinë e mshuar të Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. Bekimi numër 1. Pjekuria e perëndishme. Bekimi i parë është rritja në pjekuri të perëndishme që do t'ju shoqërojë teksa i zhvilloni këto virtyte. Pasi Pietri liston 8 cilësitë e mëdha që duhet t'i studiojmë dhe mësojmë, ai thot kështu, sepse nëse këto gjëra gjenden në ju me shumicë, Pietri donte që të krishterët e hershëm të bënin më shumë se sa thjesht kishin besim. Ai donte që ata të përkushtoheshin për ta bërë besimin e tyre më të thellë, më të gjerë dhe më të pasur. Dhe Perëndia do të njëjtin gjë për mua dhe për ju. Prandaj, disa nga fjalët e fundit të Pietrit janë se nëse ne e bëjmë këtë, ne do të rritemi në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, 2 Pietrit 3:18. Kur ne e shohim se po rritemi, kjo është një gjë shumë inkurajuese për ne dhe diçka shumë siguruese për ne. Dhe kur djalli afrohet dhe do që të na dekurojë, ne mund t'i themi jo, prit pak një minutë. Ja se ku isha vitin e shkuar dhe ja se ku gjendem sot. Nuk arrita vetë deri këtu, por Perëndia i plot fuqishëm ka punuar në jetën time. Amen. Kemi edhe një bekim tjetër. Tek 2 Pietrit 1:8 na thuhet sepse nëse këto gjëra gjenden në ju me shumicë, nuk do t'ju lejojnë të bëheni përtac dhe as të pafryt. Pietri e thot këtë në mënyrë negative, unë e kam rithënë në mënyrë pozitive. Në thelba i po thot, nëse ju i zotroni këto 8 cilësi dhe po rriteni në to, do t'jeni shumë të efektshëm dhe të frytshëm në çfarëdo gjëje që bëni për Jezu Krishtin.
Këtë na premton Pjetri. Një version tjetër i përkthimit të 2 Pjetrit 1:8 këtë e thot me një gjuhë më të qartë dhe të thjeshtë. Sa më shumë që rriteni në këto, aq më të frytshëm dhe të dobishëm do të jeni. Sa po të filloni ta bëni zakon, që t'i kërkoni ndihmë Perëndis për të rritur në njohuri për të përmes shkrimit dhe përmes parimeve që kemi studiuar, sa po ju të keni vendosur se këto gjëra do të jenë gjëra të rëndësishme në jetën tuaj, sa po të filloni të rriteni në to, bëhuni gati sepse Perëndia do t'ju vërë në punë në mënyra më të efektshme dhe do t'ju çojë në vende më të bukura. Ja se cili është bekimi i tretë. Qartësi më të madhe. Bekimi i tretë vjen me zhvillimin e këtyre virtyteve në vargu 9. Ai na thot sepse ai që nuk i ka këto gjëra, pra nëse nuk i bëni këto gjëra, Pjetri thot se do të jeni dritë shkurtër, madje edhe të verbër. Njerëzit dritë shkurtër hasin vështirësi të kuptojnë se si të jetojnë. Ata nuk e dinë se çfarë thon apo se si të sillen, se çfarë vlerash duhet kenë dhe se çfarë mendimesh duhet të shprehin. Kam rënë në dashuri me fjalën qartësi. Më pëlqen kjo fjalë. Do të thot ti shohësh gjërat ashtu siç janë, jo siç dëshiron që t'jenë. Do të thot t'i shohim gjërat me besim dhe të kuptojmë se Perëndia bën çdo gjë të bashkëveprojë për të mirën e tij. Dhe Bibla ka shumë për të thënë për këtë që mund të mos ju kujtohet. Psalmisti thot: "Hapi syt e mi dhe unë do të sodit mrekullitë e ligjit tënd. Largoj syt e mi nga gjërat e kota dhe gjallërom në rrugët e tua." Përsëri thot, kjo është vepër e Zotit dhe është një gjë e mrekullueshme në sytë tona. Ja se çfarë mendoj se do thot Pjetri kur na thot se nëse nuk i zhvillojmë këto cilësi në jetë, do të përfundojmë dritë shkurtër. Ne humbasim interesin për çdo gjë që nuk na ndikon ne këtu dhe tani. Një nga gjërat që kam vënë re kur kam qenë pastor i ri deri më sot, është se njerëzit sot e kanë shumë të vështirë të kenë interes për atë që Perëndia po bën në të ardhmen. Shumë njerëz më thonë se nuk e kuptojnë pse unë predikoj mbi profecitë, sepse nuk u duket se ka lidhje me ta. Por nëse studioni Biblën me kujdes, e kuptoni që Perëndia e ka ndërtuar fjalën e tij në atë mënyrë sa ai kërkon që të jetojmë tani duke patur parasysh përjetësinë. Ai do që ne të shohim përjetësinë, por do që të jetojmë tani. Nëse nuk e shohim përjetësinë, nuk do të jetojmë siç duhet. Nëse gjithçka që kemi është ajo që kemi këtu, nuk është diçka e bukur dhe është një mënyrë e mjerueshme për të jetuar jetën. Nëse është vetëm kaq, nëse kemi vetëm të tashmen, duhet të dalim dhe të bëjmë çdo gjë për të qenë të lumtur, që të jemi të lumtur. Por Biblia na thot se jeta është shumë më tepër se kaq. Në fakt, këtu tek 2 Pjetri, kapitulli 3, Pjetri na flet që të kërkojmë ardhjen e ditës së Zotit, që të kërkojmë qiellin e ri dhe tokën e re, që mezi të presim gjërat e së ardhmes. Këtë kuptim ka të mos jesh dritë shkurtër, që të mos shohësh thjesht gjërat që po ndodhin këtu, por të kërkojmë Perëndis që të na jap një vizion se ku po shkojmë dhe se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Një nga arsyet sepse predikojmë mbi profecitë është se 1/4 e Biblës është profetike, e dinit këtë? Nëse nuk do të predikoja mbi profecitë, atëherë kam marrë një thik dhe kam prerë 1/4 e Biblës dhe kam hedhur tutje shumë njerëz e bëjnë këtë. Por sa herë që predikoj mbi profecitë, kam kuptuar se kur Perëndia më thot diçka për të ardhmen, ai gjithashtu më jep një të dhënë se si funksionon kjo në të tashmen. Ju kujtohet pasazhit e Gjoni 14 që na tregon për dishepujt që janë mërzitur sepse Jezusi do t'i lërë ata dhe do të kthehet në qiell? Dhe Jezusi u thot: "Zemra juaj mos u trondit. Besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, përndryshe do t'ju thosha. Unë po shkoj t'ju përgatis një vend, dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin, do të kthem dhe do t'ju marr pranë meje që aty ku jam unë, të jeni edhe ju." Tani e gjithë pjesa e fundit e kësaj që citova flet për të ardhmen. Jezusi u tha dishepujve të tij: "Unë do të shkoj në qiell dhe do të bëj gati për ju një vend, në mënyrë që kur të vi koha, ju të mund të vini të jeni me mua. Por mos harroni diçka. Për këtë ai shton udhëzimin në fillim të vargut, dhe cili ishte udhëzimi? Zemra juaj mos u trondit." Ata ishin të trazuar se nuk e dinin çfarë rezervonte ardhmja. Ata e dinin që Jezusi kishte thënë se do të shkonte në qiell, por nuk e dinin ç'kuptim kishte kjo. Po njerëzit e tyre të dashur që kishin vdekur tashmë? Jezusi tha: "Zemra juaj mos u trondit." Si mund ta bëjmë zemrën mos tronditet? Duke kuptuar që Perëndia ka një plan për jetën tonë që nuk përfundon në fund të kësaj jete, apo jo?
Për këtë mund t'ju jap ilustrime pafund. E dini pasazhin te letra e Hebrejve që thotë: pa hequr dorë nga të mbledhurit bashk tonin, sikurse kanë zakon disa. Pastaj vazhdon dhe na thot: por të nxisim njëri tjetrin, aq më tepër se shihni ditën që po afrohet. Cila është kjo? Dita e Krishtit. Kur ne e dim që Krishti po kthehet për të na marrë në shtëpi dhe derisa të vijë ajo kohë duhet të ndodhin edhe gjëra të tjera, kjo duhet na motivojë që të shkojmë në kishë dhe të jemi me njerëz të tjerë. Prandaj ja ku keni një ngjarje të së ardhmes që ju motivon të bëni këtë në të tashmen. Por nëse jeni dritë shkurtër, keni për të humbur gjithë motivimin që ju nevojitet për të jetuar jetën e krishterë. Më kujtohet që kam lexuar një histori për Ronald Reaganin. Kur ai ishte fëmijë, ai ishte miop. Edhe ai nuk e dinte këtë. Por nuk e dinte edhe askush tjetër. Shumicën e botës ai e shihte të mjegullt. Një ditë kur ishte 13 vjeç, babai i tij e mori familjen për të kaluar një të diel në zonat e gjelbra rurale përreth Dixonit në Illinois. Dhe ai ishte ulur mbrapa në makinë dhe vuri re që nëna e tij Nelly i kishte lënë syzet e saj tek ndensja. Dhe ai i mori ato dhe i vuri në sy. Dhe në atë moment, thot ai, lëshova një britm që gati e bëri babain të dilte nga rruga. Askush nuk e dinte sepse po bërtisja, por unë kisha zbuluar një botë që më parë nuk e dija se ekzistonte. Deri në atë çast, një pemë anash rrugës më duke si një njoll jeshile, kurse një tabelë si një perde e mjegullt. Papritur mund të shihja degët e pemës dhe gjethet nëpër deg. Në tabelë kishte fjalë dhe piktura: "Shiko bërtita", duke drejtuar gishtin tek një tufë me lopë që nuk i kisha parë kurrë më parë. Isha i shtangur, duke marrë syzet e nënës sime, kisha zbuluar se isha jashtëzakonisht miop. Dhe krejt papritur, përpara meje u hap një botë krejt e re. Zonja dhe zotrinj, ndërsa rriteni në hirin e Jezu Krishtit, shikimi juaj do të bëhet shumë herë më i qartë. Do t'i shihni më shpejt bekimet e tij, do të mësoni të përqendroni shikimin në gjërat që nuk i keni parë më parë, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Pra, bekimi i tretë është një qartësi më e madhe. Të kesh mundësinë të shohësh gjërat më mirë. Kur ju i shtoni jetës tuaj këto gjëra, Perëndia ju jep një këndvështrim më të mirë se si funksionon jeta. Ja se cili është i katërti, një kujtesë mirënjohëse. E përsëris, këtu kemi një parim pozitiv në disa fraza negative. 2 Pjetri 1:9 na thot kështu: sepse ai që nuk i ka këto gjëra është i verbër dhe dritë shkurtër. Tani dëgjoni pak të frazë: sepse harroi pastrimin nga mëkatet e tij të vjetra. Pjetri bën këtë deklaratë të mahnitshme që nëse ne nuk i dorëzojmë veten rritjes edhe përmirësimit si të krishterë, përballemi me rrezikun që të arrijmë në atë pozitë ku të mos e mbajmë mend që ne tashmë jemi bërë të krishterë. Shpëtimi ynë bëhet gati i parëndësishëm më për ne. Pjetri po na paralajmëron kundër një vetkënaqësie, një besimi të kënaqur. Në vend të kësaj, ai do që ne të ruajmë të freskët në kujtesë gëzimin dhe emocionin e shpëtimit. Kur ju kërkoni vazhdimisht që të rriteni në karakterin e krishterë, kur nuk do ta humbisni gëzimin e asaj që ju ka ndodhur si të krishterë. Mos e harroni kur atë që ai ka bërë për ju. Sa më shumë që meditoni mbi bekimin e Perëndisë që ju bëri të krishterë, aq më shumë do të doni që të jeni të krishterë sa më të frytshëm. Ja dhe numri 5, qëndrueshmëria e vërtet. Prandaj vëllezër, 2 Pjetri 1:10, përpiquni gjithnjë më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj. Për ta bërë të sigurt, përqendroni mendjen që përmes sjelljes suaj të vërtetoni faktin që Perëndia ju ka thirrur dhe ju ka zgjedhur. Pjetri thot këtë: kur ju jeni duke u rritur vazhdimisht, kjo ju jep vetë besimin që ju jeni vërtet të krishterë. Kjo thekson sigurinë e besimit tuaj. Rritjen tuaj të përditshme, rritjen tuaj të rregullt, disiplinën tuaj të qenit dishepull e bën të sigurt thirrjen dhe zgjedhjen tuaj. Dhe tani le të kalojmë tek e preferuara ime që është numri 6. Siguri e garantuar. Sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë. O Perëndi, nuk dua që të pengohem, unë shoh kudo njerëz që pengohen, është shumë e shëmtuar apo jo? As ju nuk doni që të pengoheni. Kjo nuk do të thotë se nuk do të mëkatoni më kurrë, kjo është çmenduri, të gjithë mëkatojmë.
Por të pengohesh do të thotë që të rrëzosh çdo gjë që beson dhe të bësh diçka që është në kundërshtim me atë që pretendoni dhe të humbisni ndikimin për Zotin dhe dëshminë tuaj. Pietri nuk kërkon të thotë që ju kur nuk do të bëni gabime apo mëkate. Do të thotë se përparimi juaj në besim do të shërbejë si një siguri e shpëtimit tuaj, ndërsa ecni përpara dhe këto gjëra i shtohen jetës suaj. Ju nuk do të shkoni çdo javë te pastori dhe t'i thoni si mund të sigurohem që jam i shpëtuar, sepse vetë thelbi i rritjes suaj në Krishtin do të jetë ajo prova absolute që ju jeni një besimtar. Gjatë këtyre viteve të fundit i kam kërkuar Perëndis që të më ndihmojë të ndërtoj miqësi me disa djemë të rinj që predikojnë Ungjillin dhe ai më ka ndihmuar, më ka dhënë disa miq shumë të mirë. Dhe njëri prej tyre quhet Levi Lasko dhe është pastor në Montana, një mësues fantastik i cili ka një histori të cilën nuk kam kohë ta tregoj, por e përmenda emrin e tij në një të diel në shërbesën e kishës sime dhe nuk e dija që ai po e ndiqte shërbesën në internet. Dhe thash, duhet të lexoni këtë libër. Ai ka shkruar një libër fantastik, të cilin e kam lexuar. Dhe kur u ktheva në shtëpi më erdhi një email ku thuaj: "Doktor Jeremia, faleminderit që më përmendën në predikimin tënd. Mendova nga e di këtë, nuk është se u transmetua në televizion, por harrova që ne transmetonim në internet, transmetojmë në gjithë botën dhe mund ta ndiqni drejt për drejt." Patëm një bisedë fantastike dhe vendosëm se do të takoheshim ndonjë ditë të afërt. E admiroj vërtet Levin. Por një pastor tjetër i quajtur J.D. Greer ka një histori mbreslënse për jetën e tij. Ai thot se një të shtunë në mëngjes, kur ishte 4 ose 5 vjeç, i pyeti prindrit e tij për parajsën. Dhe ata ja shpjeguan Ungjillin dhe ai kërkoi Jezusit që të vinte në jetën e tij. Dhe prindrit dhe pastori i tij ndjen se ishte një vendim i sinqert dhe i shënuan ditën në Biblën e tij. Dhe ai thot, për këtë arsye jetova në paqe për rreth 10 vjet. Por në klasën e 9 ai dëgjoi mësuesin e shkollës të së dielës të thoshte se shumë që mendojnë se janë të shpëtuar do të zgjohen ditën e gjykimit dhe do të dëgjojnë Jezusin të thotë që nuk i ka njohur kurrë, unë isha i tmerruar, thot J.D. Greer. Mund të isha unë një nga ata që ishte larguar? Dhe i kërkoi Jezusit vinte sërish në zemrën e tij, dhe këtë herë me mendimin për të qenë më i qëllimshëm për besimin e tij. Ai u pagzua sërish, por sërish i lindën dyshime të tjera. Ai bëri vazhdimisht lutjen e thjeshtë të mëkatarit. Ai thotë, në ato ditë dola përpara shumë foltoreve. Mendoj se unë jam shpëtuar të paktën një herë në çdo denominacion. Ai thotë se në total ai ishte pagzuar 4 herë. Sinqerisht u bë shumë e sikletshme. U bëra si pull poste në shërbesën e pagzimit. Kisha dollapin tim tek vendi i veshjes së pagzimit. Por ja se çfarë kërkon të na tregoj. Ai thot se filloi të rritej në Krishtin dhe në cilësitë e perëndishmërisë. Dhe frika dhe dyshimet filluan të largoheshin. Ato filluan të shkriheshin në besim dhe siguri. Pjekuria e tij që rritej dhe qëndrueshmëria çuan në rritjen e besimit dhe sigurisë. Dhe sot është i lumtur që të na thotë se e di pa pikën e dyshimit se do të shkojë në parajs. Më dëgjoni, nëse pendoheni me të vërtet për mëkatet dhe besoni në vdekjen dhe ringjalljen e Jezu Krishtit për shpëtimin tuaj, Bibla thot se jeni të shpëtuar. Vetë rritja që përjetoni në Krishtin do t'ju jap siguri që jeni të rilindur. Dhe ndërsa rriteni në 8 cilësitë që përshkruan Pietri, nuk do të pengoheni në dyshime për shpëtimin tuaj, sepse do të rriqeni nga fuqia hyjnore dhe do të qëndroni në premtimet e tij të çmuara. Vetë personaliteti i tij do të derdhet mbi ju për të krijuar cilësitë që do t'ju japin qëndrueshmëri dhe siguri në jetën tuaj. Në asnjë vend tjetër të Biblës, fjala kurrë nuk ka një rol kaq të rëndësishëm se sa në këtë pasazh. Nëse i bëni këto gjëra, atëherë nuk do të pengoheni kurrë. Me anë të hirit të Perëndis, të gjithë ne në këtë sallë sot, duhet t'i themi Zotit, nëse kjo është ajo që duhet, unë jam gati. Kemi edhe të fundit përjetësinë e lavdishme. Ja se çfarë thot Pietri në vargjet 10 dhe 11. Prandaj, vëllezër, përpiquni gjithnjë më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë, sepse kështu begatisht do t'ju hapet hyrja në mbretërinë e amshuar të Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezu Krisht.
Pietri nuk po sugjeron që të futemi në mbretërinë e Zotit duke ndërtuar karakterin në jetën tonë. Ne nuk mund të fitojmë rrugën për në parajs me meritën ose me përpjekjet tona. Në vend të kësaj, Pietri na thotë se nëse ne me zell i shtojmë këto cilësi jetës sonë të krishterë, do të na jepet një hyrje e pasur dhe me bollëk në përjetësi. Një shkrimtar ka thënë, besimtarët në Krishtin janë të sigurt, i shtojnë apo jo karakterit tyre të krishterë. Këtu nuk varet thjesht hyrja në mbretërinë e Perëndis, por hyrja me bollëk në mbretëri. Mund të shkoni në parajs ose të shkoni thjesht në parajs, ose mund të shkoni në parajs në mënyrë ngadhnjimtare sepse keni ecur me Perëndin, e keni ndërtuar jetën dhe karakterin tuaj, e keni marrë seriozisht besimin tuaj të krishterë, mund të futeni me duar të ngritura lart. Amen. Pra këtu kemi një listë të mrekullueshme me bekime 7 gjëra që Perëndia do që t'i bëjnë jetën tuaj nëse ju ja përkushtoni veten këtyre gjërave. Mbi 20 vjet më parë, u smura nga kanceri i limfomës në fazën e 4. Kur u diagnostikova, shkova në klinikën Mayo në Rochester të Minnesotës dhe aty bëra një operacion të vështirë. Mund t'ju them se edhe sot, pas kaq shumë vitesh, ende më kujtohet gati çdo gjë që ndodhi gjatë asaj kohe. Sidomos në çastet e para kur u ktheva në shtëpinë time në San Diego. Sapo mbritëm, unë u futa brenda dhe më kishin prerë nga e majta në të djathtë. Dhe nuk po ndihesha shumë mirë. Dhe prandaj shkova drejt te karrige ime e preferuar lëkundse në dhomën e ndenjes, dhe brenda disa qastesh dona më solli një pirg me letra dhe kartolina me urime për shërim që kishin ardhur. Në maj të pirgut ishte një libër që ma kishte dërguar botuesi i librave të mi. Para se t'ju tregoj për këtë libër, dua t'ju tregoj se çfarë po më shkonte në mendje atë ditë ndërsa u ktheva në shtëpi. Unë po i bëja Perëndisë shumë pyetje. Tashmë e kisha kaluar pyetjen pse, dhe po përqendrohesha tek pyetja çfarë, si për shembull, çfarë duhet që të mësoj nga kjo përvojë e frikshme, apo çfarë do të më ndodh në të ardhmen, apo çfarë do që unë të bëj tani e tutje, çfarë kuptimi ka e gjitha kjo. Libri që ishte në maj të pirgut me kartolina kishte një tingull intrigues. Jeta që bekon Perëndia. E ka shkruar një njeri i quajtur Gordon MacDonald. Një njeri të cilin e kisha takuar dhe e admiroja. Teksa e lexoja atë libër, nuk mund të mos mendoja se atë libër nuk ma kishte dërguar botuesi, Perëndia ma kishte dërguar atë libër. Ishte saktësisht mesazhi i duhur dhe unë isha në vendin e duhur për ta lexuar me kujdes dhe duke u lutur. Në fillim të librit ishte një histori që nuk e kam harruar kurrë. Historia përfshin një pronar amerikan i jahtit i quajtur Michael Plant, 41 vjeçar, një marinar me mbi 160.000 kilometra në det. Plant kishte filluar të lundronte kur ishte 9 vjeç dhe ai mbante rekordin e amerikanit që kishte lundruar më shpejt i vetëm përreth botës. Më 16 tetor 1992, Michael Planti lundroi nga porti i New Yorkut për në Francë. Barka e tij 18 metra e gjatë Toyota ishte fjala e fundit e teknologjisë. Struktura, trupi i barkës, materialet e saj, prodhimi i saj, pajisjet e saj dhe rehatia e saj ishin të pakrahasueshme. Por diçka shkoi tmerrsisht keq. Brenda 2 javësh Planti ishte zhdukur dhe frekuenca e tij e radios ishte në heshtje. Autoritetet filluan të kërkonin nëpër Atlantikun e veriut. Pilotët e avionëve dëgjonin për sinjale urgjence dhe anijet në atë zonë i mbanin syt hapur gjatë gjithë kohës. Miqtë e Plantit i kishte kapur një frikë e madhe. Më në fund, Toyota u pikas diku duke lundruar e përmbysur 725 km në veriperëndim të ishujve Azore. Kolegët marinar të Plantit ishin të hutuar. Zakonisht, barkat nuk përmbysen sepse janë projektuar me një ballast poshtë trupit të anijes, një peshë e fiksuar në fundin e anijes për ta mbajtur atë drejt. Ato janë ndërtuar për të përballuar goditje dhe si një tullumbace e lidhur diku, kthehet menjëherë në vend pas çdo goditje. Toyota ishte projektuar me një ballast që peshonte 3800 kg.
por ajo ishte zhdukur. Ajo që ndodhi me të është mister dhe sot e kësaj dite. Disa marinarë besojnë se ajo ishte prerë nga mbetjet në det ose mbase edhe nga ndonjë balen që kalonte aty. Por trupi i barkës nuk kishte shenja të ndonjë dëmtimi të tillë. Të tjerë mendojnë se ballasti nuk ishte mbërthyer sa duhej. Shumica e ekspertëve mendojnë se ballasti ishte dëmtuar teksa plenti përgatitej për udhëtimin e tij, kur barka kishte ngecur në baltë dhe ishte dashur që ta tërhiqnin. Këta ekspert mendojnë se ballasti ishte dobësuar shumë dhe më pas ishte zhvendosur nga erërat, stuhia dhe nga rrymat. Cila do qoftë arsyeja, pa ballastin që ta mbante të qëndrueshme nëpër ujëra të trazuara, barka ishte përmbysur dhe trupi i plentit nuk u gjet kurrë. Mësimi është i qartë. Një jetë me perëndishmëri nuk ndërtohet nga asgjëja, por ushqehet tipar pas tipari, dhunti pas dhuntie, siç na shpjegon Pietri. Të gjithëve na presin stuhi përpara, nëse i shpërfillim tiparet e qeta por thelbësore që na theksohen në këto mesazhe, do t'i drejtohemi ujrave të trazuara pa ballastin e dhuntive të Perëndis për të na bërë të qëndrueshëm. Cilësitë që na nevojiten për t'i përballuar këto stuhi dhe që të shkojmë triumfues në qiell, mund t'i merrni me bollëk dhe Perëndia ju ka dhënë çdo gjë që ju nevojitet. Pyetja ime e vetme është: çfarë do të bëni ju me këto cilësi kaq të çmuara? Si po ecni për t'ia shtuar këto cilësi jetës suaj? E dini, ndërsa ja shtoni jetës tuaj këto cilësi, ju jeni duke ndërtuar një ballast nën jetën tuaj, në pjesën nën sipërfaqe të asaj që ju jeni, që askush nuk mund ta shohë por që është aty. Dhe kur stuhia vjen, nëse ju e keni ndërtuar këtë ballast për të ekuilibruar atë që po ndodh këtu lart, do ta kaloni stuhin dhe do të qëndroni drejt. Por nëse ajo që po bëni është të ndërtoni atë që e sheh kushdo dhe nuk punoni me gjërat që nuk shihen, do të shkoni në luftë dhe do të marrë fund. Miqtë mi të dashur, unë dhe ju duhet bëjmë më shumë nga ato që priten nga ne. Thellë nën sipërfaqe, thellë në zemrën tonë, duhet mbajmë ballastin e fuqisë së Perëndis dhe premtimet e tij, qëllimet e tij. Ky është graviteti i hirit të tij që na mban të qëndrueshëm në stuhi. Prandaj lutja ime për të gjithë ne sot është kjo: Perëndia na bekoft dhe na mbroft për jetë në premtimet e tij. Atij qoftë lavdia tani dhe për jetë. Amen. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë shkrimin, aq më shumë arrim ta kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse ju do të doni të filloni një marrëdhënie me të dhe të siguroheni që do të kaloni përjetësinë me të, duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Perëndia ju bekoft. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.